Muzika shqiptare ishte ishte një moment shumë e bukur, kohët e vjetra, me producentat e vjetër, me kompozitorët, Tex Cruisin, flas koha Vaçezela, koha e gjitha këtyre tjerëve. Pastaj filloi kjo epoka moderne, që ishte tentativ. Flori mund të veçohet një Ardit Gjebrea mbas aty. Absolutisht. Ato e mbaj nuk bëhet fjalë fare, po flas për muzikën moderne kuptoj. E re, domethënë kjo. Po. Pjesa e të rinjve. Po. Erdhi Flori, bëri një revolucion në muzikë, absolutisht. Shumë thonin jo tallava, jo kjo, jo ajo, po mënyra se si ai solli të gjitha zhanrat ishte shumë moderne. Dhe çoi muzikën shqip në një nivel me muzikën bashkohore dhe muzika shqip e futin klabe. Unë kam filluar të bëj DJ-n shumë vite përpara dhe neve kush lunte muzikë shqip e përfillnin me përçmonin, po ky më kupton me këto muzikat. Se kemi qenë brumos ashtu. Pastaj ndryshoi gjithë gjëja. Dhe tani çka ka ndodhur? Nga një mbiprodhim i muzikave dhe nga tërheqja e njerëzve që vërtet i kanë dhënë vlera kësaj muzike, jemi në këtë fazë ku jemi, që kanë ngel shumë pak artista që vërtet ja vlen. Dhe ja vërtet punojnë për të nxjerrë muzikë të mirë.